Nuk ka asnjë dëshmi që kulla Trump ka qenë në përgjimin e qeverisë amerikane përpara dhe pas zgjedhjeve. Në këtë përfundim ka arritur Komisioni i Inteligjencës në Senat pas akuzave të bëra nga Donald Trump. Kryetari i Komisionit Senatorë Republikan, Richard Burr, përgënjështroi përmes një deklarate pretendime të manjatit se telefonët e tij janë përgjuar me urdhër të paraardhësit të tij Barack Obama gjatë garës presidenciale. Bazuar në informacionet që na janë ofruar, nuk zbuluam asnjë provë se kulla Trump është vënë në shënjestër mbikëqyrjeje nga ndonjë element në qeverinë amerikane. Pohon Burr në deklaratën e përbashkët me senatorin Mark Warner, së vendës kryetari i komisionit, edhe Paul Ryan, kryetari i dhomës së përfaqësuesve, tha më herët se nuk kishte pasur përgjigje telefonike, por duket se shtëpia e bardhë është e palëkundur në qëndrimin e saj, duke refuzuar të pranojë përfundimin e Komisionit të Inteligjencës. Tashmë manjati akuzon se kanë qenë pikërisht agentët sekretë të Britanisë së Madhe, të cilët e kanë përgjuar duke i shërbyer Obamës. Shërbimi i Inteligjencës britanike reagon te këtyre sulmeve të manjatit, duke thënë se janë totalisht qesharake. Pak javë më parë, kreu i shtëpisë së bardhë nëpërmjet rrjetit social Twitter akuzoi paraardhësin e tij Obama se e kishte përgjuar gjatë garës presidenciale. Akuzat të tilla i bëri në rrjetin social Twitter, por pa dhënë asnjë fakt konkret. Zëdhënësi i Obamës i quajti këto akuza qesharake dhe totalisht të pavërteta.